Moti përkeqësuar në Vlorë, shoqëruar me erë të fortë kryesisht gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit, ka sjellë problemet e para në qytetin Bregdetar, që ka të bëjë kryesisht me rrymjen e pemëve në zonën e pyllit të sodës, por edhe në zonën e Skelës. Është ndërhyrë në orët e para të kësaj të marte për largimin e pemëve të rëna, por edhe për hapjen e segmenteve rrugore të bllokuara për të bërë të mundur qarkullimin normal të këtyre të fundit. Ndërkohë, problematika ka patur edhe në fushat e sportit, kjo edhe për shkak të erës së fortë. Ndërkohë që sa i përket të rreshjeve, ato kanë qenë kryesisht me intensitet mesatar, ndërsa nuk ka patur të paktën deri në orët e para të këtij mëngjesi probleme në qarkullimin e automjeteve për shkak të rreshjeve. Moti i përkeqësuar në Vlorë, shoqëruar me erë të fortë, ka krijuar probleme në disa zona dhe akse të qytetit. Problemet janë regjistruar në zonën e Skelës dhe pyllin e Sodës, aty ku ka patur rënje të pemëve, duke krijuar problematik në qarkullim dhe lëvizjen e automjeteve. Era e fortë kryesisht gjatë orëve të natës dhe mëngjesit të sotëm ka sjellë probleme, ndërsa është dashur ndërhyrja e forcave zjarfikse dhe shërbimeve publike për të bërë të mundur prerjen e pemëve dhe hapjen e rrugës, ndërsa është dashur dhe ndihmë policisë për të normalizuar qarkullimin rrugor. Problematikat më të mëdha nga rënja e pemëve janë regjistruar në zonën e pyllit të Sodës, ndërkohë që sipas informacioneve, dëmtime të lehta ka patur dhe në fushat e sportit në lungomare, por dhe në disa zona të tjera të qytetit. Situata ndërkohë është duke u monitoruar për shkak se priten sërish përkeqësimi i motit, që do të na shoqërojë me erë të fortë, ku mund të regjistrohen edhe shqetësime nga rënja e pemëve apo dhe bllokime të rrugëve.